Në historinë e njerëzimit, ekzistojnë ngjarje që nuk mbeten të kufizuara në kohën dhe vendin ku ato kanë ndodhur, por shndrohen në burime të përhershme frymëzimi për brezat që vinë më pas. Ngjarja e Kerbelas është një prej tyre. Edhe pse kanë kaluar shekuj që nga dita kur Imam Huseini paqja qoftë mbi të dhe shokët e tij të pastërt dhe lirë u përballën me padrejtësinë në shkretëtirën e Kerbelas, mesazhi i tyre vazhdon të jetojë në zemrat e miliona njerëzve. Çdo vit, me ardhjen e muajit Muharram, besimtarët nuk kujtojnë vetëm një tragjedi historike, por ringjallin një sistem të tërë vlerash, ato morale që burojnë nga sakrifica, nga besimi, nga drejtësia dhe dinjiteti njerëzor. Ky muaj është muaji në të cilin njeriu ftohet të reflektojë mbi raportin e tij me të vërtetën, me Zotin dhe me shoqërinë. Ai na kujton se jeta nuk merr vlerë nga komoditeti apo përfitimet materiale, por nga qëndrimi që mbajmë përballë së drejtës dhe së gabuarës. Për këtë arsye, në traditën e Ehlibetit paqja qoftë mbi ta, muaji Muharram nuk konsiderohet vetëm një periudhë zie dhe pikëllimi, por një shkollë e tërë edukimi shpirtëror dhe moral, ku besimtarët mësojnë se si të formojnë karakterin e tyre sipas shembullit më të lartë, shembullit të Imam Huseinit paqja qoftë mbi ta.